يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allah subhanahu wa ta'ala ajetet në vazhdim surës Al-Imran in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum. Nëse ju ndihmon juve Allah subhanahu wa ta'ala, kërkush nuk mundet me ju mposht. Wa in yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'dih. E nëse ju në nëshman Allah ju ul, s'ka kërkush që mundet me ju ndihmua përveç atij. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Që Allahu në të mbështeten ata të cilët janë besimtar. Wa ma kana li nabiyyin an yaghul. Nuk ka drejt asnjë pejgamber me mashtrue. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Kushdo që mashtron në ditën e Kiametit ka më ringjall së bashku me mashtrimin e tij. Thumë të wafa kullu nefsim ma kesebet. Pastaj secili shpirt ka me marë atë që ka punue në këtë dënjo, wa hum la yudhlemun, dhe Allah subhanahu wa ta'ala nuk i bën pa drejtësi kërkuj. Kjo është përkthimi ajeteve, kurse kuptimi ajeteve in yansurkumullah, nëse ju ndihmon Allahu, fala ghaliba lakum. S'mundet me ju mposht kërkush juve. Kuptimi i parë, kanë përmend komentatorët e Kur'anit, është fjala për luftën e Bedrit, që Allah subhanahu wa ta'ala i ka ndihmuar muslimanëve edhe s'kan mujt me mposht. Edhe pse me të gjitha analizat muslimanët luftën e Bedrit janë kanë shumë më dopt. Jetë dopt, por shumë më dopt se ata të cilët janë kanë mushrikin. Dhe ka qenë përvoja parë e luftës në Islam, e hera parë. Megjithatë kanë fituar. Wa in yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di. Por nëse ju lënë Allah subhanahu wa ta'ala nuk ju ndihmon, kush ka më ndihmua juve tjetër përveç Allahut? Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala në të mbështeten ata të cilët janë besimtar. Në luftën e Uhudit, që ka ardhur mas luftës Bedrit, muslimanët i kanë pas disa humbje, edhe pse në rezultatet e përgjithshme. I bie se muslimanët e kanë fituar dhe luftën e Uhudit. Por në përleshje të caktuara, muslimanët kanë humbë. Janë vrarë numër i madh i sahabëve. Janë vrarë numër i madh i dietarëve të sahabëve, që është humbje shumë e madhe. Nëse Allah subhanahu wa ta'ala kur ka përmend për Banu Israilit që i kanë vrarë pejgambert më herë mas pejgamberve, ka thonë o yaqtulun alladhina ya'muruna bil qist, i kanë mbytur dietarët. Dhe më thonë se mbytja e dietarëve është afër me mbytjen e pejgamberve. Edhe pse nëse nuk jap më rëndësi kur gjë hiç. Vritën dietarët, burgosën, bëhen gjithçka kur gjë. është një hap sa më të vrarë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, el ulema warathatul anbiya, dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Dhe mushrikint e dinë shumë mirë ku duhet me i godit muslimanët të trashëgimtarët e pejgamberëve. Edhe e dinë ata më mirë se një pjesë e muslimanëve se cilët janë trashëgimtarët e vërtet pejgamberëve. Për shkak se ka pretendues që janë trashëgimtarë pejgamberëve, por ata nuk janë. Ata janë mashtrues. Duat ila babi xhehenem, janë thirrsa për në xhehenem, ata janë thirrsa për në islam hiç, por në petkun e dietarëve. Dhe mushrikta nuk i goditin, interesant. Se më konë ata ka shtaft, me ditë me i dalluat, cilët janë dietarët që janë për në me trashëgimtarë pejgamberëve. Me godit. Jenë vranë luftën e Uhudit, sahabe, pej tyre djetarë, se sahabët gjithë nuk kanë qenë djetarë. Edhe ajo që është më e vështira, është të plague pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vranë. Sa që sahabët kërë kanë pa, këtë gjendje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, janë friksu se Allah subhanahu wa ta'ala në hakmarën dhe i pejgamberit vetë, kush e di se çka bëhet tash. Por ka qenë sunneti Allah subhanahu wa ta'ala me esprovu dhe pejgamberin e vetë. Mos me thonë halë ke masanin ata në që pejgamberi ka jetua për marak na për sprovumi. Nuk ka një sprov që i ndodhë muslimanve, veç se i ka ndodhë para se nga ndodhë neve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Prej më të vështirave sprova i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë për vetin herë, se që shto feja. Mi pas i pari muslimanve herë, masa ne mi pas e musliman e tjerë. Inne shedde nasi ibtilan, njerëzit që mas shumë të sprovohen, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, janë pejgamberët. Thumë al-amthal, fa-amthal, pastaj ata të cilët janë si pejgamberët, pastaj ata të cilët janë si ata të cilët janë si pejgamberët, shtu shkon situata. Në luftën e Uhudit, muslimanët e kanë marrë këtë psim dhe kjo ka qenë pe kaderit, Allah subhanahu wa ta'ala nuk ka diskutim, por si shkak ka qenë mos respektimi i urdhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë du të me pas për asysh besimtarët. Nëse sahabët, që janë njerëzit më të mirë, për shkak se nuk e kanë respektu një urdhër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe urdhri ka qenë rrini qëtu, ju mos lëvizni për qëtu, që ka qenë urdhri, veç rrini qëtu a veni juve. Nuk kanë urdhni falë në kështu, nuk kanë urdhni agjeron në kështu, nuk kanë urdhni bënë haxhi kështu, nuk kanë urdhni më bë ibadetet për shtyllave të islamit. Urdhni rrini qëtu mos lëvizni. Ata kanë lëvizë dhe ka ardhur dënime. Pse ki bën ndryshe asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tash na për ditë bëjmë ndryshe asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe presmi me na ndodh ndihma që Allah subhanahu wa taala ka dhënë sahabëve. Po s'bën, nuk vjen kështu ndihma. Për shkak se ndihmën e Allah subhanahu wa taala duhet me meritu. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Me ndihmu Allah kur kush s'mundet me mposhtë hiç. Ndesh në tjenë shumë, ndesh në tjenë me fuqi, ndesh çka do në tjenë bashkë kur gjë hiç. Por për me ardhur ndihmën e Allah subhanahu wa taala, për me meritu ndihmën e Allahut, për me ndihmu Allah, duhet me plotësua disa kushte. Kushti i parë që duhet me plotësua është niyeti që është mrena në zemër, me qenë fi sebilillah, veç për hir të Allahut, kur gjë tjetër. Kushti i dytë është veprimi, me qenë përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ato që janë ato e bën për hir të Allahut, më kanë saktë sipas teksteve. Se mundën më kanë njerëzit ndoshta të sinqert, po praktikën e kanë ndryshe, jo që e ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kushti i tretë, e që është gjithashtu shumë i rëndësishëm,
ndihmën e Allah subhanahu wa taala duhet me lyp pasi që ti ose pasi që muslimanët nuk munden me bë çat punë. Jo me lyp ndihmën e Allahut tu ne trat. Po Allah shliroi Palestinën. Prit. Jahudit kanë thonë kështu, jo musliman. Jahudit i kanë thonë Musa alayhi salatu wasalam, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Shkoni ti Allah. Luftoni na porrina. Nëse mënon dikush që Palestina pështirohet duke mos piku akoll, rrini. Rrini se frik keni me pa shariatin aty. Nëse nuk mujnë muslimant me realizu, do të me thonë Allah një mona. Këto është kuptimi i fesë. Nëse nuk munden me realizu, i kanë thonë zor, i kanë këtë mundësit i kanë shterë, po s'po mujna, o Allah një mona. Jo na mujna, po me ta bujnë Allah. Nuk është besim e lësënetit kështu. Kjo besim i sufive. Kjo besim i grupeve të devijume që s'kanë bo hajra ata në këtë imet. Kur gjë hiq. Edhe matematika shkon për çështjeve më të thjeshta, por me kuptue rizku është në dorën e Allahut. Edhe nuk vdes njeri pa e hangër rizkun, nuk vdes. Po nuk mundesh më mushtrije o Allah bima syfyrin sonte. Nuk shkon kështu, besimi e lësrit nuk ka kështu, o Allah bëma do ujtë api. Tja mundesh më shumë më ujë Allah. Qysh për për Allahut. A mundesh më shumë me bukën, me punu, për shka punojnë njerëzit, besimtarët, me siguru ushqimin. Po a vjen ushqimi për Allahut, po vjen. Edhe ndihma e Allahut për muslimanët vjen kur këta e kanë dhonë ata që kanë mujtë me dhonë. Pse Allah subhanahu wa taala fëmijëve të vogël ja siguron gjithmonë, ja qënë hodhi ushqimin hajzë. Pse? Smudhve, pse ja qënë? Se kjo s'munët, edhe kur s'munët kjo ja qënë Allah. Po ti rriti e bo burë, ama Allah do bo kiftarin tash, ama mua. Ti iftarin është më shumë më vetë. Hike zëllumin për aty, po ti që ke vetë. Kur të mos muni me hek vetë si musliman, atëre lëbni për Allahut. E jansurkumullahu, fela ghalibe lekum. Pastaj, kur t'ju ndihmon Allahun këtë qëtu rrethona që e keni meritu, ose e meritojmë ndihmën e Allahut, s'ka më kush që mundet me mposh muslimanët. O yakhdhulkum, por nëse Allah subhanahu wa taala ju poshtron, nuk ju ndihmon. Dhe mos ndihma vjen për shkak se nuk e kena meritu, ose për shkak të besimit, defekteve në besim, ose për shkak të praktikës, defekteve në praktik, necje, s'kemi hecë sipas hapave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose për shkak se nuk e kemi dhënë kontributin maksimal tonin, edhe e kemi lyp ndihmën e Allahut kur u këndosht me dhënë një herë kontributin tani me lyp ndihmën. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Edhe pasi që ta jepni kontributin maksimal, apo të mbështet te Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se besimtarët nuk mbështeten në fuqitë e veta kur gjë hiç. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën të dua që Allahu subhanahu wa taala mos më lënë më mbështet ky as kur gjë kit më të thjeshta. Mos më kujtu që na mundna më shku vetë deri te dera. Ja, na shkojmë me ndihmën e Allahut. As me fol na nuk mund vetëm se nëse Allah subhanahu wa taala na mëson me fol. As nuk mund me flet vetëm se Allah nëse na mëson me flet. Pastaj edhe më shumë thot Allah subhanahu wa taala: "Wa ma tashauna illa an yasha Allah." Ju as me dëshiru nuk mundi, vetëm nëse dëshiron Allah që ju dëshironi diçka, pastaj ju mundi me dëshiru, por ndryshe gjithçka na e bëjmë me begatinë e Allah subhanahu wa taala. O ma kanë lë nëbijën e jegull edhe pejgambert kur nuk kanë mashtru. As nuk mashtrojnë. Me thonë se qële tash e kena një farë strategjie, të në mas një 5-6 vjetëve një rësi bojmë dhe meselet, të në i kalzojmë, të në kena një farë. Kjo munafiki, kjo së është rrugë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe fillimit deri në vdekje ka qenë i qartë. Kjo është feja, kështu është besimi, kjo është shirku, kjo është kufri, kjo është nifaku, kështu do të punua, me çdo vepra shkonin në xhennet, me çdo të tjera shkonin në xhenem, edhe pikë. Pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, t'ia bëjmë në herë, mos ta shfaqim në herë, ta kshijmë, mos shpobë situatë, këto kret mendime, ide të njerëzve të devijuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ka qenë i hapur edhe i qartë, direkt, që kjo fe është qështu, që kjo imani jonë është qështu, se më shifmi për kërkuna heq, asë nuk tutmi për imanin tonë për kërkuna heq, asë nuk e ndrojmë me kur gjë heq, asë nuk joshmi që me lonë këto me mërë diçka tjetër, asë heq kur gjë, që kjo është feja dhe qështu, vazhda. O me njëgullu ljeti bima gëllë jo me l'kijama, nëse kush do që mashtron, në qka do që mashtron, në ditën e kiametit ka mërë gjallë me mashtrimin e vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka tërheqë vërejtjen për mashtrimet për cilat në krahasim me mashtrimet e fesë janë 0.0.01. Se me mashtru në fe është shumë më vështirë se sa me mashtru në pazar. Pazar e mashtron një njeri, ja shet një sen mashtren se sa që duhet, ja shet prisht i tutë se u komë. E mresht është një. Po kur të mashtrësh, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kjo është mashtrimi i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pa millin atë në pazar, që u koni lakt, i ka thonë sahabiut lejse men ghashana falese minna, kush na mashtron neve, nuk është për neve. Nëse mashtrimi u kon gjuna, na nuk jena gjunaqar sikur ti. Nëse mashtrimi është kufër, na nuk jena qafira sikur je ti. Kjo është kuptimi, men ghashana falese minna. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ditën e kiametit, kush ka bë mashtrim, ka më qit në qafë mashtrimi. Ka marrë një njeri, ka mashtruar me dele në shpinë edhe ka me hec para njerëzve në ditë kiametit. Edhe i thuhet, që ky mashtruesi që ka mashtruar njerëzit. Ai tjetër e ka lëviz tokën ja qëtë Allah subhanahu wa ta'ala në qafë në ditë kiametit, se sukon e jotja, pse i kishti të anena. Ai tjetër i ka mashtruar me artikujt pazarit, këtë tjetër i ka mashtruar me punën e vetë që e ka bon. Kret këto janë shumë të vogla në krahasim me ato që na ka mashtruar në fe. Ai që na ka mashtruar në fe, ai ku do më shkue? Hanonët me menua një herë se në ditë kiametit ki me dalë ti edhe mashtrimet njerëzit që i kemon në qafë. Se e kanë gjallë, që mos më paskon gjallë, kur shumë më mirë për zarorin që e ki bon. O me një gëllull jeti bima gëlle jo me l'kjame, kush do që mashtron, se do tjenë mashtrimi i vogël në ditën e kiametit në qafë. Kurse mashtrimi më i madh është mashtrimi me fe, mashtrimi me fjalët e Allahut, me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Në ditën e kiametit, secili ka më marr sakt, çka ka bën. Ke bën mirë e merr mirë, ke bën keq e merr keq, sakt. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, ayatin tjetër thot Allah, nuk i bën padrejsi kërkujna, wa hum la yudhlimun, këtë thot Allah, dhe atyre nuk u bën padrejsi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم